Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u rikthyet në episodin e radhës të Future on Podcast. Si gjithmonë, sot jam me Engji Mancaku, blogger Future on Durrës. Përshëndetje Engji. Dhe sot do flasim për atë çfarë Future Home ofron për agjentet e rinj. Do flasim për Akademinë Future Home. Dhe për të folur për këtë temë sot jemi me Marina Tasho, agjente tek Future Home blogu. Përshëndetje Marina dhe mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Gjithashtu jemi me Shahin Islamaj, blogger i Future Home Alpha në zonën e Freskut. Përshëndetje Shahin. Përshëndetje. Dhe me Anisa Kabashi, trajnuese tek Akademia Future Home. Pra jemi me personin kryesor që mund flasë dhe më kompetent që mund flasë me këtë temë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur gjithë. Anisa, dua ta nis me ty. Çfarë është Akademia Future Home dhe çfarë ofron? Akademia Future Home është një nga strukturat e zyrës sonë qendrore, e cila ka për synim përgatitjen profesionale të gjithë të rinjve tanë, gjithë konsulentëve që i bashkohen brendit Future Home. Ne fillojmë me më të rinj që janë juniorat, janë agjentët që i bashkojnë brendit që ka nevojë për një trajnim fillestar, një trajnim startupi që ne e quajmë. Sigurisht ndjekim edhe konsulentët të cilët janë në faza 6 mujore ose 1 vjeçare, ndoshta më vonë për konsulentët të cilët kanë nevojë për trajnime specifike që mund të jenë ligjore ose trajnime të ndryshme që ne ndjekim edhe në stage të tjera. Super. Anisa, nëse mund të pyesim si e presin agjentët e Future Home këtë akademi që ne kemi krijuar në brendin tonë? Sa shumë e përqafojnë ato këtë, sa shumë e përqasin dhe sa shumë e kuptojnë këtë gjën? Unë aktualisht fokusin e kam në fakt tek kolegët e rinj që janë në startup. Çfarë do të thotë startup? Janë këta kolegët që sapo kanë filluar, që mund të kenë 1 javë, 2 javë, 3 javë dhe akoma nuk e kanë kuptuar logjikën e të bërit real estate. Ky faktikisht është një trajnim i cili është i detyrueshëm, që do të thotë çdo individ që bashkohet në brendin ton ka për detyrim që të ndjek një trajnim të tillë dhe është një trajnim i cili konsiston në 15 seanca dhe duhet ndjekur rregullisht 3 herë në javë. Me sa unë shoh dhe sapo punoj me të rinj, ka një energji të mirë, ka të rinj të cilët e përqafojnë si trajnim sepse ne bëjmë shumë seanca praktike, që do të thotë pjesa e praktikës është ajo që i bën gjërat më të thjeshta, më të kuptueshme, pjesa më të prekshme. Pjesën e role play që ne kemi në fokus që në start, që do të thotë ne nuk kemi vetëm një trajnim teorik që flasim vetëm për aspekt teorik dhe gjëra teorike, por çdo gjë e kombinojmë me praktikë. Dhe aty edhe ata çlirohen pak edhe ndoshta nga ato frikrat, emocionet apo ai presioni i fillimit dhe sigurisht janë edhe më të lirshëm. Do të thënë, unë mendoj që nëse diçka nis mirë që në start, pra nëse ne e dedikimin e duhur, e njëktojmë atë filozofinë tonë edhe atë konceptin e të bërit real estate që në fillim, mendoj që aty është starti dhe aty është pjesa më e vështirë që ti të punosh me ta, sepse patjetër që nëse ti e njëkton që në start këtë dëshirën e madhe për punë ose këtë filozofinë tonë, ai do vazhdoj gradualisht edhe kur ai të shkojë 6 muaj, edhe kur të shkojë 1 vit, dhe kur të shkojë 4 vite, sepse është marrë që në fillim ajo fryma e mirë. Mundohemi që ta japim. Rast suksesi nëse ne mund quajmë, kemi edhe rastin e Marinës. Nuk e di Marina si të ka shërbyer ti gjithë trajnimet që ke marrë tek Future Home. Unë përshëndetje, mirë se u gjeta një herë. Unë vi nga një sektor komplet ndryshe, fushë komplet ndryshe. Real estate për mua ishte një fushë e panjohur, një sfidë, qoftë zyra ku unë jam, Future Home bloku, ishte një zyrë e re. Bloku është një zonë që nuk është rrahur shumë nga agjentët e Future Home-it, 2 ose 3 veta maksimumi e kanë bërë terrenin e bllokut dhe nuk kisha një feedback për zonën. Akademia më ka ndihmuar që të ndërpres më shumë edhe për klientelën, duke qenë se janë zyra elitare, zyra qendrore, mund të jetë pak më e vështirë. Ishte shumë sfiduese për të ballafaquar me një person që është ndoshta dhe të hyn tek elitarët për të shfaqur, për të prezantuar që unë vi si një agjente pa eksperiencë. Isha pa eksperiencë, po duhet të tregoja dhe shumë eksperiencë ndërkohë fiktive. Sepse ndryshe nuk më besonte pronën ose qërat të larta diku tek 10.000 euro, aty qërat 7.000 euro ti merrsh dikush, nuk ta besonte dikush përderisa konkurenca kishte shumë vite që punonte aty. Por Akademia e Future Home-it më ka ndihmuar duke filluar çdo gjë nga zeroja. Duke qenë një zyrë e re dhe një sfidë e re qoftë edhe nga brokerja e zyrës, unë mbështetjen e kam gjetur te akademia dhe tek kolegët e mi. Për çdo lloj informacioni që kisha. Si konkretisht, që të bëhet edhe pak, shiko, gjithë ne po mundohemi ta bëjmë dhe më të prekshëm për gjithë ato që duan të bëhen pjesë e Future Home-it. Si konkretisht të ndihmoj ty akademia? Ndoshta duke marrë dhe shembuj që ne bëjmë her pas here share experience tek mbledhjet që ne zhvillojmë, duke parë shembuj të suksesit.
duke filluar nga trajnimi i fillimit fare, nga share eksperjenci, vjet janë bërë 6 share eksperienca nga kolegët me eksperiencë, jo vetëm share eksperiencat që unë bëja në akademi, por dhe jashtë akademisë, qoftë në prezantimet që bëja me kolegët e vjetër, ju kërkoja ose i lija ato që të flisnin, që njëkohësisht blija se si ato prezantonin, se si ato trajtonin klientin. Ulesha para kolegut duke ja pranuar që nuk di dhe e pyesja, e bombardoja me pyetje, qoftë kolegun, qoftë edhe në trajnim unë merrsha më të mirë, nuk kam munguar asnjë ditë nga trajnimi, nuk i bëja skip. Qoftë edhe nëse ato emocionet e para që më dilte një prezantim dhe më thoshte klienti që e dua në orën 9, dhe unë sakrifikoja trajnimin, jo. Më mirë humbja një qira ose humbja një klient, nuk kam marrë mungesë. Mungesa si shkollë. Shahin, ti je një prodhim i Future Home-it. Në fillimet e tua ti ke pasur në Future Home para sa vitesh? Praktikisht janarin e këtij viti un kam bërë 7 vite në industri. 7 vjet. 7 vite në industri. Fakt si fillim desha të nis me një përgëzim për ju për këtë nisëm Gjergji, për të vitin e 2 të radhasi në lidhje me podcastin. Shumë faleminderit. Keni dhënë goxha informacion të vyer qoftë për agjentët, qoftë për industrinë tërësi dhe për klientët, kanë marrë goxha informacione të vyer, unë i kam parë gjitha seritë e vjetshme dhe vërtet dua të të përgëzoj. Për të kthyer tek pyetja. Unë në janar të këtij viti kam bërë 7 vite në këtë industri, gati 5 vite kam qenë 5 vite pak agent dhe gati 2 vite si broker për drejtuesi i zyrës Alfa me lokacion në zonën në fillim të zonës Freskut. Unë kam nisur në Future Home ku kemi qenë diku te 20 veta. 20 veta. Total. 20 veta total kompania. Total kompania. Kurse tani 20 veta është një zyrë. 250 tani. Eksakt, këtë desha të them. Pra praktikisht sot jemi 200 vetëm agent, duke marrë parasysh administratën, brokerat edhe zyrën master. Gjithë strukturën e Future Home shkojnë diku te 250. Pas ke qenë augur i mirë ti apo? Një nga ato se jemi shumë persona në Future Home sot që kemi filluar shumë vite më përpara dhe sot një pjesë e mirë e tyre, të jemi sinqert, janë në rol drejtues ose janë në rol organike në zyrë master. Pra praktikisht kushdo që ka qenë pjesë e Future Home që në nisje të saj, pra Future Home këtë vit 10 vite dhe kush ka më pak besoj do bëhet ndonjë gjë e madhe. Kjo ka qenë historia që më ka frymzuar. Besojmë që po le ta lëm surprizë këtë. Ju brokerat ç'është dini ndonjë gjë po na thonë. Shiko, indicën e morët që dhe diçka. Po, okay. Pastaj se ç'a do bëhet. Mos na çonin në Dubai, përse kush të rikën ama. Të pyes pak për pjesën e trajnimeve. Si ka qenë akademia, nëse mund ta quajmë se atëherë nuk ka pasur një akademi të mirëfill siç kemi në sot, por kush kanë qenë ato trajnimet e para, si kanë ndryshuar se 20 veta total. 20 veta besoj keni qenë gjithë agent që kush e kush të bënte diçka, qoftë një shitje, qoftë një qira. Kush ju mësonte atëherë? Në vimësitë asaj që po thoja, ku ne kemi qenë 20 veta, mësonim njëri tjetrin praktikisht. Na mësonte rruga, na mësonte përditshmëria jon, pra nuk është se kishim një trajnim të mirëfill. Aty pastaj filluam po themi duke kuptuar tregun dhe çfarë donte tregu. Tregu donte që ne trajnoheshim dhe të ishim sa më profesional. Këtë e bëm të mundur duke u trajnuar me njëri tjetrin, pra si fillim me CEO-n sot të Future Home, pra themi Lusi me Fationin dhe me disa nga brokat e zyrës. Më pas filluam të ndjekim trajnime brenda dhe jashtë vendit, që këto kanë qenë shumëta dhe vazhdojnë të jenë shumëta siç ne e dim dhe mund përmendim trajnimet e fundit që janë bërë. Nga tuaj edhe këtu në Shqipëri. Nga tuaj në Shqipëri, po flasim prishim 20. Praktikisht tani që jemi 200 kemi arrit nivele të tjera që ne sillim trajnuesit tu, nuk ka nevojë më të shkojmë ne tek trajnuesi. Që atëherë keni ikur që para 5 vitesh, 4 vitesh. Mike Ferri para 9 vitesh. 9 vitesh. Para 9 vitesh, po, sepse Anisa ka pak më shumë se unë. Në 2016 ne ndiqnim trajnimet e Mike Ferrit në Itali. Ka qenë si kulturë në Future Home edhe pse ishim 5-6 veta, se kemi qenë shumë pak para se Shahini të bashkojë, ne kemi qenë 5-6 veta, 2 zyra dhe aq 5-6 veta të gjithë shkonim në për trajnime. Që ne shqiptarët kemi pak dhe problem, na japi dikush tjetër mend, po. Është implementuar kjo projekt. E vetmja formë që ne të zhvilloheshim, donin apo s'donim, kjo ishte. Dhe praktikisht të ndjekësh trajnime, unë të pak nuk kam ndjekur trajnimin e parë në real estate, kam parë çfarë nivelesh është real estate në vendet e zhvilluara dhe kuptova çfarë nivelesh mund të arrijmë ne një ditë që praktikisht deri diku kemi arritur diçka. Kemi shumë punë për të bërë patjetër. Ka ndryshuar me vërtet, ka ndryshuar edhe koncepti i bërit real estate. Absolutisht që ka ndryshuar, sepse sot po kërkojnë profesionistë, sot po kërkojnë njerëz të kualifikuar dhe njerëzit me informacionet që kemi lart e poshtë dhe mund futesh, çdo njeri ka një smartphone dhe mund gjej informacion, qoftë për tregun, qoftë për tendencën në VMC, kështu që shumë e thjeshtë ta marrësh informacionin dhe shumë e thjeshtë ta diferencosh kush është profesionist dhe kush nuk është. E vërtet.
Anisa, se po thoshte Shaini që 20 veta ka qenë gjithë kompania në atë kohë, po besoj 20 veta tani janë vetëm në sallë, të agent rinj që më thonë që në kontrajnim. Si është për ty ti menaxhosh kaq shumë persona në të njëjtën kohë dhe si ndiqen secili, domethënë ka etapa të caktuara për secilin apo ndahen në grupe, si funksionon? Çfarë fiton një agent i ri që vjen Future Home? Grupet e reja në përgjithësi ne të paktën këto 2-3 muajt e fundit kemi pas goxha risi dhe kemi pas goxha staff për arsye sepse janë themeluar zyrat e reja. Shumë zyrat e reja, po. Shumë është hap Quality, është hap Lalzi Bey, është hap Durrësi Qendër, kështu që ne kemi pas edhe një volum nga zyrat e reja praktikisht, zyrat e Durrësit, por dhe zyrat tjera që janë me perspektivë për të hapur në qytet. Kështu që sa agjentë janë shtuar, kemi një numër? Atëherë, aktualisht unë mund të kem 13 në start, por muajin që shkoi ishin diku te 20. 13-33. Muajin që shkoi, sepse trajnimi që ne ndjekim, trajnimi i fillestarëve është një trajnim që zgjat një muaj e gjysmë ose një muaj në varësi të intensitetit, por që ka pas prurje dhe volum. Si diferencojmë? Mundohemi që ta organizojmë punën nëpërmjet objektivave, që do të thotë unë nuk bëj një trajnim të thjeshtë mirëfill që flas vetëm unë gjithkohës dhe nuk ka interaktivitet dhe ata thjesht dëgjojnë, mbajnë sa shënime dhe ikin të lumtur në zyrë. Jo, absolutisht. Ka bashkëbizetim dhe marr dhe jap gjatë gjithë kohës. Që do të thotë jepen disa objektiva, shikohet si realizojnë objektivat, unë bëj një follow-up dhe me menaxherët dhe brokerat përkatës për detyrat që jepen. Me disa fate, me disa fate që mund të jenë detyra të thjeshta për të gjeneruar një X leads ose kontaktesh, për të bërë një video promovuese në marketing, për të bërë për të listuar disa oportunitete, për të listuar disa prona, pra objektiva të matshme. Me disa fate të lehta, nuk është se janë objektiva të cilat nuk realizohen absolutisht, por me disa fate, me disa deadline të vogla, për t'i futur pak dhe pak atë presionin baste ose për t'i aktivizuar pak. Por sigurisht që punohet me grupe dhe sigurisht që kam edhe një suport shumë të madh nga menaxherët dhe brokerat. Unë e kam shumë thjesht kur jap një detyrë në Future Home Bloku, sepse Anisa është brokera, me që po përmendim blok. Ka shumë presionin, sepse vijnë agjentët e rinj dhe thonë kam detyra nga Anisa. Është e para që më merr telefon dhe më thotë, më tha Davidi për shembull për këtë detyrën, si duhet ta bëjmë, çfarë duhet të bëjmë, po sa fat kemi. Pra kam jam shumë e lumtur që kam dhe një le të themi një suport të madh nga menaxherët dhe brokerat e zyrave përkatëse. Të paktën me çfarë agjentësh që un kam punuar. Absolutisht e them ndoshta që zyrat që janë pak më të vjetra dhe e dinë rëndësinë e këtij trajnimi janë pak sa më të fokusuara, por gradualisht dhe zyrat që janë bashkuar sistemit gradualisht po kuptojnë rëndësinë e gjës dhe po japin goxha rëndësi. I kemi të mirë brokerat, s'kemi çfarë të bëjmë. Jo, i kemi shumë të mirë dhe janë shumë bashkëpunuese dhe ja, kam Shainin këtu, më merr vetë në telefon. Ashtu? Praktikisht në kuadër të asaj që po thoshte Anisa, formati që ka real estate, absolutisht që çdo njeri që ata shohet pra në real estate e ka të detyrueshme që të mendoj biznes. Pra, nuk është një punë që ti jep ca detyra për t'i bërë dhe ti duhet t'i bësh dhe ke mbaruar ditën e punës, erdhi ora 4, ra zilja dhe deri në shtëpi. Por është një indicje që merr nga këto dhe pastaj gjithë secili mendon është biznesi vet. Pra tek ne nuk ka shefa. Ne kemi një marrëdhënie të tillë, pra që partneritet. Pra patjetër që ka disa pozicione, broker, agent, zyra master, por në fund ditës jemi gjithë secili ndajmë fitimet bashk dhe në fund ditës gjithë secili shef dhe punon për biznesin e vet dhe patjetër kjo bëhet më e lehtë që agjentët të fillojnë të jenë më të kenë qasje më të mirë ndaj trajnimeve dhe ndaj risive të re që ne sillim si Future Home. Po, fakt. Shahin, kush është grup mosha që po zgjedh ta bëj këtë profesion? Më së shumti. Më ktheve prap 7 vite më përpara në bisedat që bëja me Fationin dhe i thoja që duke qenë se në atë kohë realistikisht ideja kush po zgjedh ta bëj dhe kush duhet ta bëj në të vërtetë. Se dal po ta nis me veten time që kam filluar në fillimet e mia real estate-in, në diskutimet që kam bërë me Fationin thoja po mirë kur të shkojë një moshë, se atëherë real estate-i bëj me këto fletushka gjatë gjithë kohës, terren gjatë. Kemi qenë të vegjël, energji. Ishim të vegjël, gjisnim letra, pra formati real estate nuk ishte si sot, pra ishte ajo që thash, mungonin trajnimet dhe mësonim duke dalë dhe duke mësonim me kosto. Mësonim nga gabimet, mësonim me kosto. Dhe në atë kohë nuk është se kishte një kriter moshe. Sot, në këto kohë që kemi ardhur, patjetër që po preferojnë, ne kemi si kriter që minimalisht mosha është 25 vjeç. Plus 25, po. Plus 25. Ka raste që na vin CV dhe duke parë energjinë e njerëzve të ndryshëm, ne I pranojmë dhe në 25. Por të paktën sot, pas 7 vitesh eksperiencë, real estate-i me sinqer do pak pjekuri. Se praktikisht njerëzit
të besojnë gjën më të shtrenjtë që kanë të tyre, nga statistikat që ne kemi në Po të arrish edhe të perceptosh punën. Eksakt. Filozofin, Po, biznesin. filozofia që ka real estate Po. është biznes dhe një moshë të caktuar, të jemi të sinqert nuk e pranon, se të gjithë e kemi kaluar atë Po. moshë, nuk e koncepton dot ta bëjnë ato lloj forme. Kështu që ajo që grupmosha që më na vjen ne është 25-30, por ka edhe më pas se 25, por në tërësi ajo që sugjerohet është një moshë e pjekur që të di të mendoj biznes. Por kam kuptuar edhe diçka me të drejtën. Dhe unë kam qenë në këtë mendimit që mosha më e mirë për të bërë real estate duhet të jetë mbi 25, të ketë një lloj pjekurie, mundësisht ketë provuar të bëjë një herë biznes, të ketë dështuar, të ketë një lloj eksperiencë të vetën. Por ama të flasim që kjo lloj grup moshe këtu në Shqipëri, 25, 30, 35 janë shumë të ndryllur. Po shko, përgjegjësia që duhet marrësh në real estate, jam shumë dhe dakord. janë shumë të vështirë për të punuar. Ndërkohë që shoh energjinë që sjell brezëri, mund të kenë 100 problematika të tani e dua me një herë ku janë lekët, që është të mëshme, që si po zhvillohet, por që ka një lloj energjie, ka një lloj freskie, ka bërë një ndryshim të real estate-it. Diçka që edhe klientët e përqafojnë shumë mirë. Patjetër, po unë e vërtet edhe kjo, po prezenca që bën një më i pjekur në moshë, prezenca që bën dhe ajo siguria që ofron, të thash praktikisht njeriu po të beson në real estate, të beson gjën më të shtrenjtë që ka, pra prona. Dhe 95% e njerëzve ose 90 le të themi, e bën një herë në jetë që pra të kryejnë një transakcion shitje ose blerje. Kështu që detyrimisht do ta zgjedhim me shumë kujdes atë dhe do niset në gjithë këto indicie që ne përmendëm, mosha, profesionalizmi, trajnimet që merr, eksperienca që ka dhe që në momentin e parë që ai ka komunikimin e parë me klientin, ti ta bëj diferencën. Edhe feedbacku që ka, se unë personalisht kam filluar në një moshë të madhe, edhe nga goxha e pjekur, dhe diferenca është ato kanë shumë herë më shumë energji se mua, se unë gjitem deri në kat 7 edhe lodhem, duke shpërndar letra. Edhe është shumë e lodhshme, por në momentin që unë kam filluar nga zeroja, ajo rritja ime është pak më e shpejt nga numri kontakteve që unë kam në telefon. Me të që momentin që unë çoj atë mesazhin tipik në fillim që ne na sugjerohet, kam filluar në pronë në real estate, kam 500 ditë aty nga eksperienca e punëve të përparshme. Ndërkohë që dikush që është fillestar, është diçka që e kuptoj brokerin, matën para se flas, domethënë i kuptoj situatat, ndryshe nga një ri, edhe ajo pjesa jashtme mund të tërheqë, mund të gënjehet më shpesh nga situatat që na ndodhin. Mund mos ta mirë kuptoj kolegun dhe marrin zjarr me këto pjesën që ne kemi me njëri tjetrin, her pas here keq kuptime, vonesat e klientëve, dhe shumë gjëra që ne na ndodh nga përditshmëria jonë aty mbas. Mbas zyre jeta është shumë e vështirë. Jetë puna e real estate. Realisht hasem me shumë vështirësi. Është shumë e vërtet faktikisht. Me gjithë rastet që ne kemi përballur, kur na shikojnë nga jashtë, no ç'a bën ju? Bëhet lek. Aty bëhet lek. Ca lek, merrni komisionin dhe ti e kështu dhe sa do të përpiqesh t'ia shpjegosh, po nuk është kështu realiteti. Që unë punoj 12 orë, unë dal në 8. Është e kotë se nuk do të kuptoj. Ti përkushtohesh aq shumë. Domethënë e fundit një shitje që un kam bërë, që ka qenë një shitje shumë e vogël, e fundit fare që ishte ka nisur në 10 janar dhe jemi ka mbaruar pardje. Një muaj e gjysmë dhe unë sot që flas po merrem akoma me faturat e dritave të ujit, i kaloj midis shitësit dhe blerësit sepse ato janë të vjetër dhe po i ndihmoj. Un kam akoma prindërit e mi që thojnë gjë është çështje fati, kur i thy un po merrem me real estate. O inshallah ke fat. Po patë fat do shesësh dhe ti që je këtu po jo, nuk është çështje fati, është matematikë. Ti që mundohesh bësh ndonjë content, bësh ndonjë video. Janë statistika, janë numra. Këto takime do i përkthesh në prezantime, në follow-up, nuk e kuptoj fare. Inshallah ke fat. Inshallah ke fat. Preke një pikë shumë bukur për pjesën vështirësi. Zot pyetja Anisën, me që edhe i kalon çdo agjent ri. Qofse ke një shifër, sa përqind e agjentëve të rinj e vazhdojnë punën pas 3 apo 6 muaj? Qofse kemi Unë di që bëhet edhe një provim duke në fund fare, ja. Absolutisht. Sa kohë kushti 3 muaj? Ka ngel në provim. Ka filluar ca nota tani. Se ne deri tani shqyrtëzohet. Jo se shumica e atyre agjentëve të rinj nuk është se kalojnë 6 muaj, besoj se aty e kuptoj realisht sa e vështirë se punë. Është sfidë më. Unë mendoj që sfidat e para që një agjent duhet kalojë është 3 muaj shqiptar. 3-4 muaj shqiptar është nëse ti e bën ose nëse ai duhet kuptoj nëse është apo jo për këtë punë. Sepse ka sfida emocionale, ka sfida monetare, ka lodhje fizike, lodhje mentale. Gjitha këto normalisht
duhet një 3 mujor që të kuptoj dhe filozofinë e industrisë tonë, sepse nuk pretendojmë që nëpërmjet një trajnimi që ata ndjekin 3 herë në javë të marrin gjithë, ata marrin indicje. Të mësojnë gjithçka. Ata mësojnë teorikisht dhe bëjnë praktik me mua, marrin indicjet e para, por gjithë sfida më e madhe është kur dalin aty te rruga. Patjetër. Kur marrin ato jote para. Përballja me realitetin. Refuzimet e para. Absolutisht, ne nuk është se ua bëjmë fush me lule, jemi të sinqertë. Ne ja shpjegojmë të dy anët e medaljeve, edhe të mirat edhe të këqijat. Kjo punë vërtet ka të ardhura, po kërkon një përgatitje shumë të madhe profesionale, kërkon dhe shumë durim dhe konsistencë. Dhe Nuk këto vjen gjëra qielli ato lekët. Patjetër, si Nuk çdo vjen, gjë duhet t'japësh që të marrësh. Është një profesion që realisht është goxha i paguar në raport me disa profesione tjera. Jemi realist. Dhe shumica e të rinjve që unë shoh edhe që trajnoj çdo ditë vinë me atë idenë që okay, këtu bëhen të ardhura. Kam dëgjuar që nëse punoj në real estate unë do bëj të ardhura. Dhe presin ndodhi direkt që javë më parë. Absolutisht që ka të ardhura, por ndryshe nga më përpara që nëse më përpara një agjent, sepse është dhe faktori çmim, më përpara nëse një apartament kushtonte 200 euro ose në muaj ose një apartament një plusni shitesh edhe 25.000 euro, ne kemi pas një volum të madh pune, duke krahasuar me kolegët që kanë punuar në vitet 2015-2016. Shaini e di shumë mirë këtë gjë, sa volum dhe sa punë ka pasur një agent i ri. Një agent i ri futej në zyrë, mjafton të ngjiste 2-3 letra për këtë pronë dhe ajo shitej. Okej, procesin e bënte brokeri, absolutisht, ishte suport, por ishte më e thjeshtë që të kryej një transakcion para 9 viteve ose 10 viteve sesa sot. Sot do të duhet një konkurenca, sa do ta thoja, është shtuar konkurenca. Ne marrim kompaninë tonë që nëse na ne flasim kemi qenë 20, por kam arritur unë ose 7 që the ti. Praktikisht sot po flasim 250 jemi vetëm ne, pa marrë parasysh pastaj edhe kompanitë analoge në gjithë qytetin. Është një numër i madh. Unë mendoj që në sektorin që ne jemi dhe pak mos vlerësues. Ke pjesa e të ardhurave që ne fitojmë. Unë shikoj paktën në kompaninë tonë, marrim gjithmonë rastet që kemi brenda nesh. Të prekshme, rastet statistikat tona. Flasim si një iri 25 vjeç që bën 2.000-3.000 euro të ardhura në muaj, si një pak më i madh, dikush i bën me më pak lodhe, dikush me më shumë. Nuk ka atë vlerësimin ndaj lekut. Edhe keq menaxhimin besoj se fillon të një standard tjetër. Ideja është që ti ke njerëz që bëjnë një drish shkollë, një jetë shkollë, nga 5-6 vite shkollë, ulen, priten në karrierë, presin dhe në fund fare paga më e mirë në tret, si marrin një rrogë flasim 1.000 deri në 2.000 euro. Ti ke bërë një ndërmjetësim, një shitje, ke arrit të sigurosh ato të ardhura dhe në fund fare nuk je falenderuar. Fjalë ti për vete. Kjo gjë ty nuk të bën të shfrysh të shtysh para, po ti i shef të rivarur mas 2 ditësh, pa motivum dhe ti je ku i kanë lekët. Jo, realisht nuk e kuptoj si mundet që një i ri që gjen një punë që është problem, mos ta vlerësoj. Nëse kjo pastaj fillon dhe pjesa e agjentit që s'jam afat gjatë. Jo, kjo është problematika e brezit, dhe zhvlerësimi i lekut që po bëhet këtu në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, kudo. Kjo është problematikë që po ndodh se po të marrësh një të pjekur, siç folëm me Shahinin, mos i tim një 40. Një familjar, ai është familjar, ai ka disa fatura, ai ka një që është rrit ndryshe me një vlerësim ndaj lekut. Është një brez tjetër. Një brez tjetër, po ti je i sigurt ti që thotë ore ku pas kam qenë. Po. Unë njoh shumë njerëz që janë shumë të aftë që punojnë në banka, në shtete, gjitha, dhe vetëm nuk zgjedhin ta bëjnë sektorin e real estate-it vetëm për këtë arsye që kanë këtë pasigurinë. Po të dinë ato që nxjerrin këto të ardhura, po me të katra dhe bëjnë namin. Po parogë edhe njerëz në bank. Kjo jona është po parogë. Siç e the edhe pak më sipër, është pasiguria sepse ne jemi rritë në një mënyrë. Ashtu siç dhe prindrit e mi, kur unë kalova konsulente, por aq kosa për 3-4 vite, pun parogë dhe prindrit e mi nuk e konceptonin dot që ti të filloje një punë dhe mos kishe në fund të muajit një rrog bazë, do të thënë ti ishin bazohesh në ajo pyetja, bëre që këtë muaj. Unë do të them ndonjë gjë, ke qenë ndonjë gjë. Unë kam qenë për rreth 4-5 viteve në sektorin bankar. Dhe realisht për prindërit e mi unë isha shumë e realizuar, punoj në bankë dhe nuk e di pse kur çifshin që ti punoj në bankë dukshë si shumë e zgjuar. Wow. Ti ishe kështu. Dhe për arsye të ndryshme unë fillova në part-time pjesën e real estate-it. Dhe kjo është dhe prandaj li gjithmonë me pjekurinë dhe ti të kesh diçka të dish, vlerësosh ato gjëra që ke. Dhe kur bëra unë shitjen e parë, llogaria vetëm që unë bëra thash, wow, thash unë rri 8 orë në punë ideja.
ulem aty, nuk kam mundësi të ndjek qoftë një kurs, një trajnim për veten time, edhe marr X lekë, kjo që këto X lekë unë i marr me një shitje, po s'ka bëj 2, 3, 4 fillova unë aty të fantazu. I ka tash unë nuk punoj më në bank direkt. Shkoj në shtëpi unë, kështu. Edhe komenti Pensioni babit babit. ishte. Punë e bukur shumë ajo, hyp me i pallac, brit me i pallac. Çfarë punë për goca? Paragjykimi për femrat Sidomos për gjithmonë. femrat, që është akoma Patjetër. më e vështirë. Dhe me që po flasim për shitje këto, Marina, ti nuk je këtu pa arsye, je sepse dole agjendja e parë junior për të rinj në Future Home për 2024. Faleminderit. Dhe jo vetëm, por Dhe dhe ka qenë e shtata në kompani. E Në shtata top 10, në po. kompani, top 10. Gjergj, unë vi nga një sienë, Brez nga që një e din brez që verën e vlerësoj lekut. dhe vi nga një rrogë me një pag shumë të mirë. Dhe fakti që e mora këtë riskun ishte që o do e O do çoja më punoj. lart, ose rria atje ku isha, se isha shumë komode në atë zyrën Jo, ti time, shkolla shumë lart. bravo. HR, dhe doja t'ju vërtetoja njerëzve që unë po e lej këtë ku jam shumë mirë për Për më diçka mirë. më shumë. Dhe njeriu ka një ambicie dhe vetmja gjë që ty mund të arrijë që të fitosh akoma më shumë, këtu në Shqipëri është real estate. Unë kam punu në shumë sektore të ndryshme, duke qenë dhe HR për 4 vite, e di shumë mirë se si funksionon tregu, kur merr shampun njerëzit, intervistoja, burime njerëzore. Edhe i shikoja se sa ishin pagat rreth rrotull, se Po. sa paguheshin, dhe kjo është e vetmja gjë që do më bëj mua të realizoj ëndrat e mia. Domethënë kam disa ëndra aty në sirtar, Objektiva. objektiva, Që tani je më synimet, afër pa ëndra. real estate-it. Mund të them ëndra që e vogël Do t'i edhe bësh tani real realitet. estate dua t'i bëj. Edhe real estate është ajo që nga ana ekonomike financiare, por të ndihmon shumë dhe për kontakte, për njohje, lica. Sot që jam, domethënë ne kemi njohje nëpër banka, mund të futemi pa radhë. Në për hipoteka. Dhe në për hipoteka, sidomos zona e bllokut, duke qenë që ke njohje me doktor, ke gjithandej, domethënë i shtohet feedback goxha i madh licash telefonit tonë. Super. Pas sa kohësh ka ardhur shitja ose transaksioni i parë? Unë Ka kam shumë bukur, qenë, se ka thonë sa dhe shere kohë ku unë ke vazhdoj të them që E ka shumë bukur. qëran e ka bekuar Zoti. Ti mund të thuash për shitje, por mu qëraja është kryesore. Nëse ti nuk punon me qëran në këtë industri dhe fokusohesh vetëm te shitja, shitjet vonojnë, kanë problematika, të ndihmojnë, të japin dorë, po qëraja është ai motori që ti mban gjithkohës i përditshëm. Ta mban motorin ndezur gjithë. Një muaj që unë mbyll pa qëra, për mua unë jam kështu të rivarur, le të kem bërë shitja, them nuk kam Krizë punuar, jam ekonomike. krizë ekonomike. Qërat më kanë ndihmuar muajt e parë, shitja ka ardhur mbas 6 muajsh. Unë 6 mendoja muaj. se nuk do të Prandaj që shitja tha, ndonjëherë. Domethënë pas 6 muaj Unë jam shitja e parë habitur. dhe prapë ke dalë 7 orë, sa që ka 6 pasur muaj ku mbyllur. ka bërë? Më ka ndihmuar zona. Përsëri kthehemi Po, po. zyrat, sepse zona e bllokut i ka qerat pak të larta edhe kjo të ndihmon një çik. Por unë mendoja se nuk dija me shit. Dhe kur kam bërë shitjen e parë, fati hyn ndonjëherë në sken, sepse shitjen e parë, duke qenë se brendi Future Home-it ka dhe investitor brenda, unë shitjen e parë e kam pasur me kolegun tim investitor. Dhe ka qenë shumë e lehtë, gjithë emocionet mi kam mbuluar. Ai ishte po e blinte një pronë për veten e vet dhe e pati dorën e mbar, se pastaj vazhduan shitjet e tjera me Aq radhë. ishte. Aq ishte sa u bë shitja parë, pastaj dhe prapë unë them që raja është më mirë. Për ata që na shikojnë, dhe ndoshta nuk e kanë këtë konceptin e diferencës midis qera dhe shitje. Mundesh na shpjegosh pak a shumë për ata që po na shikojnë se ku ndryshon si procedurë, si për agjendin ose për Qëraja është më e shpejt, Po. por ka përgjegjësitë e veta, sepse Patjetër. ai klienti që ras, qoftë qëramarrësi, qoftë qëradhënësi, ti do ta trajtosh nuk mbaron aty, se u bë kontrata, ti Kjo është more shumë e bukur, pagesën, ti do po. ta mbash gjatë, sepse atë pronën ti e ke ndër vite, vazhdon, ai ta beson përsëri ty kur ikën, dhe ai qëramarrësi të referon në vende të tjera, sidomos zyrat. Domethënë ti ke një database zyras që ato të rikthehen, ai do ta ndryshojë, siç ndryshojnë këtu, ndryshojë qëra. Sidomos tani njerë qëradhënësit kanë filluar japin qërat për 1 vjeçare, se si dihet tregu, është gjithmonë ai ritmi që në rritje, dhe nuk i bëjnë 2 vjeçare roste. Dhe kjo është shumë e bukur për të thënë se duket sikur na agjenci të japim qeran dhe e mbyllim aty s'merremi më fare. Absolutisht jo. Por realisht që ndjekim dhe nëse ndodh, për çfarë lloj arsye ndodh që një qiraxhi, ne kemi si përgjegjësi morale prap për ta ndihmuar, për ta ridhën atë pronë me qera dhe kjo na mësohet jo vetëm Dhe sidomos Në për Future mosh, në akademi me që po e përmendim, por edhe në përzyra dhe ju jeni shumë Gjëja që e parë, se ndoshta dhe kjo duhet prekur. Gjëja e parë që ne insistojmë dhe ngulim këmbë të mësohet, jo më kot kemi dhe sloganin ton njerëzit jo pronat, është pikërisht që ne rreth parë do të jemi njerëzor. Po. Nëse Vlerësojmë ne kolegun. fillojmë, bëhemi pjesë e një brendi, bëhemi pjesë e Future Home-it,
kemi të bëjmë vetëm me klientët, kemi në radhë parë bëjmë me pjesën e kolegëve brenda zyrës tonë. Kolegët e zyrave të tjera Future Home, me klient pastaj dhe normalisht ti duhet të jesh njerëzor. Duhet dish të kesh atë taktin e komunikimit, duhet dish që prit se në rastin e qeras, nëse ty të largohet qera marsi brenda 2 muajve, ti normalisht e ketë papagesë herën tjetër nga qera marsin tjetër. Duhet të jemi njerëzor, nëse ty të prishet diçka, të ndodh diçka, ne duhet të jemi aty. Nuk është se jemi aty për të justifikuar pagesën që kemi marrë. Normalisht që jo, jemi suport se ndjejmë ne. Ana jon morale që shiko se unë duhet të jem aty. Dhe realisht kjo është ajo që i ngulitet. Paktën unë kam përshtypjen që Shahini dhe unë e kuptoj më mirë duke qenë se jemi në pozicione drejtuese të një zyre që sa shumë mundohemi ne, nuk ka ditë hënë, kam përshtypjen bledhje fillim muaj që ore prit, mos shihni 1 lek, 2 lek, kemi njerëz dhe ne duhet të rrimë me njëri tjetrin. Por kam përshtypjen kjo gjë ngulet këmbë edhe nga Anisa në trajnime, që mos shihni kush mori pron, kush s'mori pron, mos shihni vlerën monetare, por shihni një herë të jemi bashkë, dhe të japim atë që duhet. Punosh me të rinj sepse ata i bën si do ti. Domethënë është brum i ri që ti ke mundësi që ti përgatisesh dhe ti bësh si do ti. Fryma futet që në fillim. Domethënë kolegun ne konsiderojmë si klientin tonë të parë, që do të thotë ti je brenda një sistemi, absolutisht nëse ti ja shet kolegut tënd pronën, absolutisht që do fitoni të dy palët, sepse prandaj e tham edhe më sipër, jemi në një biznes, por në një biznes ku më e rëndësishme janë marrëdhëniet njerëzore. Marrëdhëniet me njëri tjetrin, marrëdhëniet me agjentët e zyrave tjera, marrëdhëniet me klientët, i gjithë biznesi jon është i tillë që është i ndërtuar në marrëdhëniet me njerëzit. Dhe ne këtë filozofin tonë dhe këtë frymën tonë mundohemi që ta futim që në fillim. Që në start, që në javët e para, që në ditët e para që ata i bashkohen kompanisë. Si në akademi, por ashtu edhe në përzyra, menaxherët punojnë fort, unë e di shumë mirë. Ju jeni patjetër që punoni akoma më shumë në përditshmëri, por që mundohemi që ta nisim që në start. Nuk e di nëse mund të përmendim ndonjë rast vështirë që kemi pasur ai me grupin, me ekipin, me të rinë flas gjithmonë, ose ndonjë rast edhe histori suksesi siç mund të flasim rastin e Marinës. Shiko, ne në gjithë historikun e kësaj gjëje kemi kaluar shumë faza. Praktikisht, duke qenë se kemi qenë dhe vetë agjent dhe sot jemi në rol drejtues, patjetër sfidat janë të mëdha. Nëse do marrim raste problematike janë pafund. Pra është ajo që po diskutonin, pra që edhe diskutimi i moshës që sa janë të rit, pra çfarë moshe, çfarë kategorie moshe duhet për qenë. Dhe përgjegjësia që merr një moshë më e vogël është më pak se sa një moshë më e madhe. Dhe praktikisht këtu mosha më e vogël ta vështirëson, ndoshta është ajo që thot Anisa ke më kollaj ta punosh nëse gjen të duhurin. Po nëse s'gjen të duhurin pastaj është the nga duash s'ke si e punon. Dhe sfida tonë punon ai ty. Nga mëngjesi deri në darkë dhe ajo që të paktën unë dhe gjithë ne si kompani mundohemi që ti ngulisim agjentëve të ri është që ti fundis po bën biznes. Mendo në çfarë sektori je, çfarë pune po bën dhe të gjitha ajo që ti po jep do të kthehet mbrapsht. Do kthehet në vlera monetare. Dhe kjo pastaj se sa e përqafojnë agjentët e ri, qoftë agjentë e ri, qoftë vjetër, se ka edhe agjentë vjetër që kanë një mesatare të caktuar dhe nuk duan të fitojnë më shumë se praktikisht janë shumë komod, marrin një rrok mbi mesataren e zakonshme në Shqipëri dhe janë të kënaqur me atë. Po ai që do të bëj biznes, pastaj futemi në këto hinkat e trajnimeve, brenda dhe jashtë vendit, Akademia Future Home që fillon nga aja, që nga Anisa që i trajnon të rit, pastaj ato që i thot Anisa 3 herë në javë ne ja bëjmë nga ana në të shtunë çdo ditë në zyrë, duke ja dhënë si shembuj praktikisht në terren, se është ndryshe ta mësosh në teori dhe pastaj fillon ta praktikosh, fillojmë të praktikojmë, pra gjithë organika është ndërtuar në atë formë. Mos harrove detyrat e shtëpisë. Absolutisht. E gjithë kompania është ndërtuar, e gjithë struktura e kompanisë është ndërtuar në atë formë që çdo njeriu që do të punojë, do të zhvillohet në Future Home dhe jo më kote përmenda jepi ndër të parët një pjesë e mirë të parëve të Future Home që kanë filluar pra këtu e 10 vite, sot janë në role drejtues dhe në role brokerimi ose trajnimi siç është rasti i Anisës. Kështu që kushdo që të zhvillohet në Future Home është në vendin e dur. Kushdo pastaj të gjejmë justifikime që mund gjejmë sa të duash. Po, është vërtet. Shkoj në një vend tjetër se real estate nuk është për atë. Një këshill që unë kam dhënë gjithmonë të rinjve është që nëse ti nuk je gati, mos e digj mundsinë e real estate-it, sepse ke shumë mosha, grup mosha që fillojnë e bëjnë pjesën e real estate-it. E bëjnë momentin e gabuar. E bëjnë momentin e gabuar dhe e lejnë.
pse e dogje mundësinë? Se është një punë ose paktën ne e bëjmë të punën dhe mund të flasim gjithë ditën tani këtu për kënd. Është e vërtetë. E kemi me shumë pasion, Këtë punë flasim. por nuk duhet djeg. Edhe zëri dhe që i ka dalë real estate dhe marketimi që po i bëhet, praktikisht po transmetohet si një profesion që ka shumë të ardhura. Po se si vijnë këto të ardhurat janë gjithë të vështirësitë që ne i përmendëm. Pra paskenat nuk tregohen. Dhe praktikisht më të rëndësishme kur ato vinë dhe përballen me prapaskenat, aty pastaj stepen dhe thon prit se nuk që ka kaq kollaj për të fituar ato të ardhura që na ishin thënë që mund fitohen dhe fillojnë tërhiqen dhe ndrojnë profesion. Është e vështirë ideja si çdo punë tjetër ti duhet punohesh, duhet përkushtohesh, duhet dedikohesh, pastaj vjen ai feedbacku dhe ato të ardhura nuk mund të vinë dot direkt. Është i vetmi biznes, unë e them shpesh herë me agjenderi, është i vetmi biznes, se zakonisht bizneset duan investim fillestar, pra që ti tapësh një biznes duhet investim fillestar, është i vetmi biznes që i vetmi investim fillestar që ti ke është koha jote. Pra për agjendët po flas. S'ka asnjë kosto tjetër shtesë në fillim. Shive ku fillon pjesa që ne jemi mësuar që po s'paguajtëm çik nuk e vlerësojmë. Po koha mjafton. Koha kam përshtypjen koha që ti argjon. Se sa e vlerëson apo jo. Se sa e vlerëson. Tu pastaj hyjmë në gjithë ato labirinthe që filluam të analizojmë ne që sa vlerësojnë kohën, sa vlerësojnë biznesin, sa vlerësojnë të ardhmen e vet dhe pastaj diskutohet. Po nëse ne ngrejmë pak në nivel brendi, pse një zyrë duhet të bashkohet brandit Future Home? Ne tani mund të them, mund të bëj prapë një analizë kësaj, po të përsërisim vetëm. Unë do të them dhe historinë time, se do un kam zyrë Future Home. Ti mund ta tregosh. Po, unë në fakt, siç e thash, kam 7 vite në real estate, kam qenë pjesë e Future Home-it, u shkputa në një kompani analoge dhe pastaj u riktheva në një pozicion tjetër si broker, po ç'rëndsi ka, u riktheva prapë. Na rizjolle përsëri. Shiko, që ne jemi kompania imobiliare më e mirë shqiptare, kjo është pak po e sigurt. Pra është fakt. Nuk e ndryshon dot njeri. Që ne sot jemi kompania që ka rekorde, që ka ritmet më të mira në rritje, edhe ky është fakt. Që ne jemi kompania që po bëjmë rekorde, edhe kjo është fakt. Që ne jemi kompania që kemi një vizion të qartë për aty ku duam të arrijmë, dhe kjo është fakt. Kështu që kushdo të na bashkohet ne, duhet ta përqafoj këto gjëra që ne duam të bëjmë dhe duam të arrijmë, që të jetë pjesë e jona. Në të kundërt pastaj, siç edhe kemi parë që përmendëm to agjendët që pa dashje dalin nga tregu, vinë, ata shohen, nuk e gjen veten dhe ikin. Po si gjetën veten në këto parime që ne kemi, nuk e për Future Home. Po, dyert e Future Home-it janë gjithmonë të hapura për çdo që duhet përmend atë që ta jeni çfarë, se ishte shumë e bukur, për çdo që ndjen që është koha e vet për të bërë real estate. Dhe me këtë duam ta mbyllim se erdhi fundi i episodit ton. Shumë faleminderit gjithëve që na ndoqët dhe kushdo që ndihet që është gati dhe i ka ardhur koha për të bërë pjesë e real estate dhe do t'i bashkohet Future Home-it, mund ta kontaktoj tek numrat tonë kontaktit. Ose për çfarë lloj pyetje që mund keni për podcastin, na lini mendimin tuaj në komente dhe do mundojmë të japim përgjigje. Ne mbyllim shumë shpejt, Gjergj. Kishim pafund gjëra me fol.